Mirëmëngjes të dashur gaforë, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është vendimi. Shiko, ky grua po mban apo ky angel po mban një kafazë në dorë dhe të dashur, t'ju them kështu. Çfarëdo që po mendon që nuk është situata tani, nuk janë pjekur kushtet, nuk mundem nga rreth anat që janë, nuk është e vërtetë. Është frika ajo që po ju mban mbrapa. Nuk është situata që po ju pengon, por mënyra si po i përjeton të dashur gafor. Kjo letër thot, je më i lirë se që mendon. Frika, pasiguria apo ndjenja jam e bllokuar, nuk janë të vërteta absolute. Siç është kjo këtu. Ato janë pasoja të një mendimi të përsëritur të dashur gafor, që tani ka marrë më shumë pushtet mbi ty. Dhe kjo është ajo kur themun, atë çfarë mendojmë, atë realizojmë. Po e ushqeve negativitetin, ashtu do prodhosh, dhe do tërheqesh. Po e ushqeve të mirën, atë do prodhosh dhe do e tërheqesh. Pra është koha të largosh diçka që të rëndon, çfarëdo që të jetë ajo të dashur gafor, një mendim, një zakon, një marrëdhënie ose edhe një mënyrë jetese që nuk është për ju, që nuk ju ushqen më. Ky është një moment fuqie, në fakt jo frike. Dhe liria nuk ndodh kur gjithçka është perfekte, këtë ta keni parasysh. Ndodh kur ti zgjedh të mos qëndrosh më aty, ku si je më vetvetja.